Mirëmëngjes të përshëndetje nga Arena Dema, nga unë Pap Kodra. Sot ju sjellëm takimin e radhës të 15 veçare, teksa përballë kemi skuadrën e Polonisë në ndërtimin e Julian Kaçës. Partizani sot në synimën e vetëm fitoren dhe vetëm fitoren për të kthyer tek një rezultat pozitiv kon Tufën. Një formacion në temi plot i skuadrës Partizani Julian Kaçës që ndaj Pepës 5 veçare janë live, pra si shikoni Apolloni 6 veçare Apolloni për një shkëp të goditje! Shënon Ryan Karabushi. Një kthes, një lëvizje mjaft të bukur në zonë. Shtang portieri Çapuni, çfarë goditje. Shkurdi. Hykolari. Gjithmonë Hykolari, lëviz mjaft mirë, krijon hapësirën dhe vjen goditja që shkon në rrjet. Shënon Partizani. Shënon Brian Hykolari, është minuta e 10 dhe 2-0. Shënon me gol e 14 sezonal Brian Hykolari. Karabushi. Disha. Goditje me hershme, çfarë goli shënon Disha, 3-0. Shënon Glenn Disha. Një gol mjaft i bukur dhe gol i parë për kampionat. Ne shikojmë goditja dhe topi shkon në rrjet, shkon 3-1. Ka shënuar Saliaj, kapiteni Guri Saliaj. Ndërkohë që Partizani, siç e tham dhe pak çastë për 14 Hykolari, ndaj është një duel i veçantë në këtë sfidë mes lojtarit Guri Saliaj pra dhe Hykolari. Por në shkëm të mundësi, Avdyla e godet me forcë, ndërkohë në vështirësi dhe Bregaj tashmë e rregullon gjithçka me këtë gol duke e shënuar 4-1. Unik Bregaj, Partizani gjen një tjetër gol mjaft të rëndësishëm pas le themi atij gabimi të ndodhur pak çast më parë, e shlyer në këtë mënyrë. Unik Bregaj e më pas me 7 veçaret me një minuta standard. Gjithçka është në rregull, mundësia për shënuar ndërhyn Lala, saktësisht e largon më pas Bregaj Saulin. Krosimi me njerëshëm tashmë në vështirësi, dalja e portierit duhet provoj Partizani. Edhe goditja pa besueshme, nuk shkon në gol ky top i goditur nga Hykolari. Edhe godet jashtë. E bukur kjo goditje. Lëvizje e mirë Sionit. Kërkon krosimin dhe është mjaft i mirë për Karabushin. Hykolari. Gjithmonë Hykolari. E me jeshme goditje dhe topi shkon në rrjet. 5-1. Sërish Brian Hykolari. Topjet në këtë pjesë të parë. 5-1. Në fush kemi numrin 3. Ndreko dhe jesh fushë. Dhe ka shënuar Partizanin në një moment ku po shikoni me kujdes dhe protokollin, por shënon Partizani, shënon Hykolari. Do duhet regjia të na ofrojë edhe këtë kënaqësi. Këtij goli mjaft të bukur të shënuar nga Brian Hykolari, i cili vulose tripletën. Avdylaj. Një cross e zonës, mbyllet për një moment. Ndërhyj sakt aty Hysa. Tashmë goditja me hershme që shkon sërish në as për Karabushin, i cili godet po ndërhyn këtë herë portieri. Kërkohet zona, edhe pse pranë kemi Hykolarin, tashmë vendoset që topi të kalojë në zonë. Nuk largohet siç duhet, me hershme kjo goditje e shkurtit që shkon jashtë kuadratit. Pra i korrigjimi i vogël teksa gjatë start pjesë dytë është zëvendësuar Tufa dhe jo Bregaj, provon Hykolari, gjithmonë Hykolari, lëviz mjaft mirë, dërgon drejt zonës ku Muça, mundësia për shënuar dhe golin e parë në këtë kampionat. E shënon me shumë qetësi Dave Muça. Minuta 54 dhe 7-1. Bërë gjithçka bukur Hykolari, fushën e Gnatjas, në aneksin sportiv e Gnatja, me 13 vjeçarët që kanë korrur një fitore të rëndësishme 1-6. Duke u pozicionuar tashmë në vendin e dytë me 32 pikë. 3 më pak se Dinamo City. Te goli 8 i Partizanit Hidri.
i sapo futur, asiston mjaft mirë në detaj për Hykolarin që drejtohet zonës përballë portierit, lëvizje e bukur e goditja që shkon në rrjet. 9-1. Hykolari shënon dhe golin e tij të 17. Partizani dhe Apolonis për grupë moshë 16 vjeçar, pas pak vetëm pas një ndërprerje të shkurtër, por shkojmë te goditja të mëshme të Çaçanit.